Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Radio Televizorit të Zëri Liri. Jemi me ju sot e datën 25 shtator 2025 pranë mikrofonit si çdo natë moderatorja juaj Lule Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Kemi kënaqësinë të më presim në bashkëpunim të sonte pra në këtë emision të natës, ku sonte kemi një temë ku mund të bëni pjesë telefonata apo edhe e shkrimeve të juaja në numrin tim kontaktues +383 48 15 09 70. Shpresoj se keni kaluar një ditë e bukur, shpresoj se jeni të gjithë shëndoshë mirë me familjet e juaja, kështu që shpresoj të kalojmë sa më bukur edhe këtë emision së bashku. Unë jemi pres të na telefonani dhe të bëni pjesë e telefonata po ashtu edhe e shkrimeve tuaja. Ju kisha thënë të bëni sa më shumë shpërndarje në faqes tonë të Facebookit, që t'ju dhëm hapësirë edhe dëgjuesve tjerë të kyçen dhe të bëhen pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë për mirëkuptim. Pas pak do të tham edhe temen që kemi përgatitur për sot, për të bashkëbiseduar dhe për të marrë mendimet e juaja si çdo herë, ku ju falenderoj. Një përshëndetje shkon për Fehmia Hivn, ku na përshëndet nga Presheva dhe na shkruan mirëmbrëma Lule Shabani, respekt nga Presheva. Faleminderit i nderuar Fehmia Hivn dhe ne të përshëndesim këtu nga studio qendrore në Gjermani, duke të ruar arktim dhe shoqim të bukur në vazhdim. Unë ju kërkoj falje se ndoshta zonën nuk e kam edhe ashtë mirë, se ende e kam gripin, kështu që nuk e di çysh po dëgjona, po si do që tjetë. Unë çdo herë po mundohem me t'jem afër juve dhe mos t'ju la pa emisione, me qenë se jam vetëm vetë. Kështu që përgjaj forcën, vullnetin, dëshiren, dashurin, respektin për ju të nderuar dëgjues, që të paktën këtë orë të mbrëmjes t'i kalojmë sa më bukur dhe të kënaqem me njëri tjetrin. A një përshëndetje si do herë na vjen edhe nga Ismail Rexha ku na shkruan, përshëndetje RTV Zëri Lirë, përshëndetje moderatore Lule Shabani, përshëndetje stafin dhe ju dëgjues të mbrëmjet e bukur, respekt. Faleminderit i nderuar Ismail Rexha dhe ne të përshëndesim familjarisht, të urojmë mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Një përshëndetje na vjen edhe nga Difeta Ajdari ku na shkruan përshëndetje Lule zemër dhe ju dëgjues, faleminderit shumë Adifete edhe ne të përshëndesim përzemërsisht duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Si çdo herë nga Menheni na vjen përshëndetja nga Aurora ku na shkruan përshëndetje Lule Shabani, respekt, këllëmir të gjithë dëgjuesit e Radio Zëri të Lirë. Faleminderit Aurora dhe ne të përshëndesim familjarisht dhe të urojmë mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Na shkruan administratori Radio Zëri të Lirë Avrit Qerimaj. Përshëndetje dëgjues të dashur bashkë me stafin në moderim e yllën dhe e moderimit me pronare Lule Shabani, mbrëmje të bukur, Zoti ju bekoft, respekt, pa kufi. Faleminderit shumë i nderuar i vendase edhe ne të përshëndesim familjarisht dhe të urojmë mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Një përshëndetje na vjen nga Isa Kastrati ku na shkruan përshëndetje për të gjithë. Faleminderit shumë i nderuar Isa Kastrati dhe ne të përshëndesim familjarisht. Shkruan prap Fehmia Hivn me mbrëma dëgjues të kësaj Radio Zëri të Lirë. Unë bëra shpërndarjen po vetëm nga një mjafton për të gjithë. Faleminderit shumë i nderuar Fehmia Hivn edhe një herë të përshëndes dhe faleminderit shumë si çdo herë që shkruan komentin për ta shpërndar dëgjuesit Radio Zëri të Lirë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Arta Morina ku na shkruan mirëmbrëma Lule Shabani zemër, faleminderit Arta, mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju familjarisht, Zoti të ruajtë të bekoft. Faleminderit shumë e dashur. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga miku jon dëgjuesi jon nga Menheni Wilson Prena ku na shkruan Lule Shabani, përshëndetje për ju dhe dëgjuesit e respektuar. Faleminderit shumë Wilson, gjithashtu mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju familjarisht, Zoti të ruajtë të bekoft. Respekt pafund. Alina, përshëndetje dashur, faleminderit si çdo herë që je bashkë me ne. Një përshëndetje na vjen edhe nga Labinat Çatri ku na shkruan. Përshëndetje dëgjuesve, kaloni një mbrëmje të bukur me respekt. Përshëndetje Lule, faleminderit shumë i nderuar Labinat Çatri dhe ne të përshëndesim familjarisht duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim.
Adem Shala, përshëndetje, faleminderit shumë që je bashkë me neve. E një përshëndetje na vjen edhe nga dëgjuesja jonë nga Amerika e Largët, gjystë e Ukaj, ku na përshëndet edhe ne përshëndesim dhe falenderojna duke i ruar mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Bareleva Heroike, nga Bacen Verfazliu, ku edhe ne përshëndesim familjarisht dhe i urojna punë të palodhshme e artim të mirë me emisionin tonë. Ndot Hysena, pramje e mirë të gjithëve, kalofshit bukur, faleminderit ndot, gjithashtu edhe për ju, kaloni bukur në vazhdim, respekt. Imran Aliu, përshëndetje mirë se na erdhe, faleminderit shumë edhe për përshëndetjen, respekt. Shkoj tutje, Remzi Beqiri po ashtu është bashkë me ne, ku e falenderojna, Fatmir Caka, mi mbrama edhe për juve. E shpërndava nga Mitrovica, na shkruan Remzi Beqiri. Faleminderit shumë Remzi, respekt pa fond. E një përshëndetje na vjen edhe nga dëgjuesja jonë Elfeti Mehmeti, ku na shkruan përshëndetje Lule Shabani zemër, urojmë mbrëmje të bukur ju stafin e radios dhe të gjithë dëgjuesit, dashamirë të Radio Zërit e Lirë, respekt me nga një kafe. Faleminderit shumë dashur Alfeti, unë të përshëndes familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur e artim të mirë, faleminderit edhe për kafet. Beli, përshëndetje, faleminderit Beli. Vazhdoj. Një përshëndetje na vjen nga vendasi dhe dëgjuesi jonë Abedin Berisha Drenica, ku na shkruan përshëndetje vendase Lule Shabani dhe dëgjues të respekt për të gjithë me nga një kafe dhe nga një cigare. Ky ka cigare të padhim të rëndësën për zëtë sillimin heq na i qetë gjithë. Vendas farit përshëndes familjarisht, falenderoj nga zemra, respekt pa fund nga ana ime dhe stafi Radio Zërit e Lirë, e faleminderit edhe për kafet edhe për cigaret. Një përshëndetje siçdar na vjen edhe nga Nadia, ku përshëndesim Nadian, i urojna mirëseardhje, e falenderojna, respekt për Nadian siçdoherë që është dëgjuesja jonë e rregullt. Bekim, mi mbrëma të gjithë dhe faleminderit nderuar e Bekim, mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga dëgjuesi jonë dhe vendasi Cen Lausha nga Gjermania. Përshëndetje mi mbrëma të gjithë dëgjuesit të shtëpisë së madhe të Radio Zëri Lirë, me moderatore Lule Shabani, një mbrëmje të bukur, respekt. Faleminderit nderuari Cen Lausha, edhe ne të përshëndesim familjarisht, urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Imran Aliu, edhe njëherë të përshëndes, falenderoj shumë. Ilsa Kajtazi, përshëndetje dashur edhe nga ana jonë. Maki, përshëndetje Maki, po na shiqon. Besjana Brilgjilda Denis Kajmako, përshëndesim, i urojna mirëseardhje, falenderojna. Shkoj tutje. Rifa Sadiki, të përshëndesim i nderuar i vendas, respekt pa fond, edhe në emrin tim, familjes time edhe stafit të Radio Zërit Lirë, të shpreh ngushëllime për vdekjen e vajzës së Axhës. Baligu Gjuli, përshëndetje edhe nga ana jonë Baligu Gjuli, dhe ne të përshëndesim, të falenderojna, respekt. Juri Biba, Radio Zëri Lirë, përshëndetje me zemër për të gjithë, atje kaloni bukur, respekt, faleminderit Juri Biba, edhe ne të përshëndesim dhe të falenderojna, të urojna argëtim të bukur në vazhdim. Një përshëndetje shkon edhe për Habiba Jetin, ku është bashkë me ne, e falenderojna. Disa dëgjues edhe pse nuk po shkruajnë, unë pi përshëndes se janë dëgjues rregull, i shoh për natë që janë bashkë me ne. Një përshëndetje na vjen edhe nga Arta, ku përshëndes Arta Morinën familjarisht, duke uruar gjithë mirat e botës, se falenderoj nga zemra, faleminderit Arta, respekt të çdo herë nga ana ime. Ajo kujtohen ato qeropa që ju shrikëzona që i mashin mi dhon për të folja. Po vëlla Allahu ke ju kote ulla e ku për ti. Përshëndetje mi mrema, mirë se erdhe moderatore, respekt na shkruan vendasi, faleminderit shumë Cen Lausha. Nadia, përshëndetje mirë se erdhe zemër shkruan, faleminderit gjithashtu zemër edhe nga ana ime. Sabit Ramukaj, përshëndetje respekt nga Selaniki, faleminderit i nderuar Sabit, edhe ne të përshëndesim atje në Selanik dhe të urojna mbrëmje të bukur e artim të mirë.
Një përshëndetje na vjen nga Rapsodi Jon Rashid Salihi ku na shkruan. Përshëndetje Radio Zerilir me zonën Lule Shabani me stafin, me miqtë dhe dëgjuesit e mrekullueshëm. Me respekt ju uroj një mbrëmje të bukur. Faleminderit shumë i nderuari Rapsodi Jon Rashid Salihi dhe ne të përshëndesum. Familjarisht duke të uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Faleminderit gjiste. Faleminderit Labinat. Po ka kalu vëzonim ka me që shto, si mi shti kri në kacë. Shumë mirë, po dëgjuesh Lule Shabani, shumë respekt zemër për ty. Faleminderit Aurora zemër edhe nga ana ime si çdo herë, respekt pa fund. Lule Shabani zemër je shumë e ëmbël se edhe gripi po dën shumë vallahi. Allah për më ka dën shumë. Një javë ditë s'm ka lshu. Edhe si kum dërzu, ja kum koj dertin, si um na leq, as në radio, as në punë, as kërkon. Thash jo mëre, thash ti maj vogël se unë jes ban, me kone rezallës edhe më dërzu për e grip. Ju mëre çfarë ti? Sherife ju Pizëqiri, përshëndetje Drenit, faleminderit e dashur edhe unë të përshëndes, përshëndetje Lirida Kuqe, respekt pa fund nga ana ime. Një përshëndetje nga unë nga Selaniku, faleminderit Sabit edhe unë të përshëndesin nga Gjermania e bukur. Lule na me shiqu, po na shiqujnë boll, veç po më dhime se leon kam. Elfete, ta shemasa, a din kërë bajshin kana gjeqat e dars me shiqeshin aty të rasat në cunga. Edhe krejt javë qëtëshin ka një qëllëma se jana, qejbe, e kështu i palojshin edhe mos me njërt mund qëtu. Qasi cungash edhe qasi të rasat dojna më jushtru edhe dojna më ullë krejt, mi thonë, rëni fërshliri bresë gjuna. Burbuqë shala përshëndetje, se dy shpresa përshëndetje dashur, respekt pa fund. Vazhdoj një përshëndetje si çdo herë na vjen nga Kanadaja ku e falenderojmë nga zemra dëgjuesin ton Agim Zeqiri. Na përshëndet Agimi dhe na shkruan përshëndetje për zonjën Lule Shabanis dhe të gjithë dëgjuesit kudo që janë. Me respekt nder ursi njerëzore Agimi, kaloni bukur mbrëmjen me kafe, me torte, wow, të Kanadas. More Agim, të shumë ka ngatë mi kërku të kafe të Kanadas. Lule po duke shumë Lule po duke shumë mirë, i yll, faleminderit të gjiste, respekt, faleminderit prej të gjithëve. Një përshëndetje shkon edhe për miken time, Valbuna mjeku, nuk e di Valbuna, veç po rrën krejt kuën të na këqyr, edhe nuk po na përshëndet, po si do që tjetë Valbuna të përshëndes edhe të baj papa, të dua shuqe shumë, se të kam shuqe këgja më ti. Edhe Maki po ashtu është bashkë me neve, përshëndes edhe Makin. E një përshëndetje shkon edhe për kojshin tim Safet Gashin, ku po na shkruan, përshëndetje stafi i Radio Zerilit të Lirë dhe dëgjuesit, faleminderit shumë Saf, edhe unë të përshëndes familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur. Apo rrin mirë të regoni drejt, apo rri, valloja bedin ty s'ka hije me nejt drejt, të shtram dët me nejt. Ti do të mund që kam kryq në qerk, qajnë trak ato për para, plisin, ju mi qitë këtu, po mi qitë këtu tak në bal, edhe cigaren për raunësh, edhe dukesh që ashtu dukesh tam mandre një cak me raj. Lule Shabani ata vet janë cunga. Jo përse gjuna, inshallah ju nuk isha cunga, po thash më ullë cunga. Na shkruan edhe Fidajit e utimi mbrëma Lule zemër me shumë respekt e përshëndes. Faleminderit e dashur Ames edhe unë të përshëndes familjarisht dhe të uroj gjithë të mirat e botës, respekt pa fund për ty. Ma përshëndet gjystën Lule Shabani e kam pasë kolegët e punës, faleminderit. Faleminderit shumë se pasha rëpt ja kam nis telefonatat ende pa pa tregu temen do me marr pasha 20 telefonatën e parë. Alo, përshëndetje, mi mbrëma mirë se na erdhe Isak. Përshëndetje nderume edhe e pa harrune. Faleminderit o nderune, pa i harrun zoti të rujtet bekuf me familjen tane. Edhe ty që ashtu me gjithë familjen tane. Faleminderit, shumë respekt. Po si kaluve sot këtë ditë o Isak?
Vallahi mirë jam kontent Drenic, pak jam knauq. Në Drenic? Vallahi po. Hajde Drenic, hajde. Po çka qiti zote anej bre? Po e tha të njerëz të mirë, mirë edhe me shku nuk pritën. E shalla veç nuk je shku me bona i fushat. Pash Allah e një. Bravo. Pash Allah e një. A mirja ke ba, mirja ke ba. Allah e një. E dita, po veç me ba e gore se e di që ti për me tu nuk me i rresh, po. Si do që tjetën të falenderaj shumë për telefonatën, po ashtu shpresoj se ka kalu bukur edhe në Drenicën tonë heroike, në Drenicën në vendlindjen time. O, Allah e të kalon njeri mirë që. O, ku ko ma mirë se në Drenicë, oj, sa ku. O, Allah e kërkun. A di që ka thonë, aj, s'pja për mene jam, në ka thonë, kush më se livdu të vetën një kallë qerga. Jo, pash në zëvë, nuk u që shpahuti. Jo, për zotën, jo, gjdo vend ku ka shqiptar janë të bukur, po Drenica ko jam në madhë, bëdihova. Allah e fu. Pra, Zara veç jam vetë Drenicaka, nuk e di. O, Allah e ju, po, jeni kongën dveçanë gjithë. Edhe gjithë i keni vlaqit të në lufta. Po thua, O, Allah e. i kena vlaqit. O. Valloj, balljen më nu me na shtype, me na faru, po s'kan muj shaj me na lanë, veç ju në le trima, mi trima. Valloj, shumë me vërtet, no? Se shumë kush nuk ja ka desht mirën, po s'kan mujt me arrit qëllimin. Foj valloj, ata që s'na dojnë të mirën, dhe të shkojnë atje adem në 3 pika, s'po pulli. Ho, me gjabib. O, e sakë. Se shumë. Njerin e mirë, njerin e zotin, njerin e drejt, trimin nuk e da kërkosh. A e din të ata? Shumë e drejt. Pasha zotin, të këshëm shtra qafën, edhe të na këshin hypë në qafë, sikur ata pushtusit që kanë qenë, po edhe dë shqipfulsa, sëd ish bo Drenica, ku me di qka, po sëd Drenica lulzan, me njerëz të shkollun, me kodra treja që ja kanë lakmi gjdo kosh. O, valloj, ajo shka pa hu te po, më ka paro me ne me njonin, se na gjithë na kun shtrika shë i shuit. E na kun argati, E ku po të, po, normal. E më kom paro me ne pak ma zëmbeten. Aha. E nisha të i thunë, theke, e fëllë një farë fjolle, theke, më su bon argati venit huj. Argati dreqet. Po. E pasha zote në shuminca jem, argati që tërkuj. Argati dreqet, a? Ku flarë këtu përta. Mërë, Isak, A zëmbeta ka pasun, argati i që tërkuj më su bon. Na shqiptart kallaj na thejnë menen edhe na i marrin met. Për pak para jën shit, e kanë shit ftyren, e kanë shit karakterin, edhe jën bot tradhtarët të popullit edhe çdo kuj. Po sëd pa pare heq, po ki tradhtare shqipfulsa sa dush, oj sa ko. Sëd s'ka nevoj mi pagu shpionat heq, pa pare i ki. Që ta shqipfulsa të në piboj, se tradhtarë në këna po të zirë. Po e në kumë pak që shma unë. Ta është bëqy si më shef ta shqipfulsat. Për zëtë ta shim bo patriot, ta shqipfulsat më shef të heq, po dalin na sheqare, po kalzojnë trimnije, së kësë janë kërkushe. Oj, ka mundet me kalzu trimni, pa s'ko trimni, s'ko burni, s'ko njerë. Po qfar mëre, po na, ka dhosh zote shqyqër që na nuk jena gjenerate re, si kur thmija të unë, për shambull, pikrisht po ndërlidhna me thmit mi që jun le, edhe jun rrit në Gjermani, edhe nuk i njuhu, edhe nuk i din që shku situata atje, po na kreti njuhu ma ta rjip, sa jën kos kam pos buk me hongër, oj sa ku, që aty qeverite, që ata njerës të kalun, ja kanë maru shpijat, e i kanë bo me kullum. Se s'kam pos buk me hongër, në carada ka nejt, oj sak. Së di shojnë, e i fynë, pa akoma për shtërsibre. U e ndërume. Orna? Me të vëro ty, buka jem, në konkur gjo. Me të vëro buka jute. Po?
Unë s'pak ma në unë. Nuk po fuli heq, nuk po fuli heq ma mirë. Dy ka në kuptuave. Po valla shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur, po ju jetë në fyt, gojnë mos kish, se ata që e harrojnë aja tje nalt nuk e harran, mos kujta. Akun me shprehje e gjenerata vjetra, dhe ishin ceva drinin të shoshin kolin. Po valla, bravo. Tash, që ta këcen drinin me të shoh kolin në bet, po tash pa kërë po të shoh në unën. E more sak, s'po fuli heq, s'po fuli se ti një fjollë, hajku ku për neve, ti që të në pret. Ka me bon. E sak, sonte e ku marrë edhe një temë, me qenë se ende nuk e kum qpalus temën, por a do të dëshirash të kyqesh në këtë temë apo jo, unë do ta lexoj temën. Tema për sonte është kjo, sa ju besoni kandidatëve të partive politike për kryetar të komunave në ata që janë duke premtu, duke në këtë fushat para zgjedhore. Pyqe me vend e ka. A do të kyqesh pak ajo? Pak po, kanë thonë një jenë pa pravu, nuk është mirë dhe me full. Po? E një si individ, për veje pratë e tina nuk i një. E ku se një veje pratë, është mirë dhe me s'me full. E nëse mi për të mundësia me full, unë vetëm për kryetarët komunës tem, nëse më lejuat kisha full. Pa tjetër, ti mund me full për kryetarët komunës tonë, aj tjetër se unë e për zote, unë për shamull, unë nuk di për kryetarët komunës tonë, as aj që është ashtë tuk e shku, nikje për që i kështu, që ka ndodhë, a për shamull për skenerajon më i full, edhe pse nuk jetoj ato po shkoj, Normal. Gjdo 3-4 muj edhe pesha, që ka në bo ata për skenderajnë për shamull. Këtyne shkajnë kontë ma hershëm, që në konë kryetarë komunë, në komunë temë. Po? Gjithë në shumë kanë premtu, shumë pak kanë realizu. Shumë pak. E që që e kem që 4 vite, e sholla 2 dhuet edhe një 8 tjera, se ju edhe 4. Wow. Pak ka full, po shumë ka punu. A, qashtu dohet? Ju me fjallë, po me vejpra. Pak ka premtu, po shumë ka punu. Valloj, morro me thonë, po të funit është realitet. Pasha zëvët e ka bo Malishevën, ma mi se zdo qytet, zdo komune Kosovës. Bravo i koftë, respekt. Pasha zëvët në djemë kohë, me djollë temin, bilim pronë me kumë përqirë për Sloveni, e kemë me muna duke një dhe të njeftimi rije ka shtinë, e kemë dje me morë, unë për veti qarët e një veti këmë bo, syza nuk bojë. Po me pasport dhe syza në Malishie, që si kondër diglit i kisha në gjitë. Nënë stepe komojt duhe në kështu parasëve, që e ka bo krejt tukën barë. Wow. Me kësi plokat bordat mloja. Gjelbrim, përmi 200 vend parking nga nërë në të kësuar. I ka morë pruna që i kanë zonë shtetruare, me lokale, të unë vjeu ka prish. E ka bo Malishevën vis me konë në Dubai, as pa di që shme hau. Bravo i koftë. Po na njerin që punën, njerin që këqyën me që vendin për pora, na nuk e duim. A është prapë aj kryetari tashëm kandidat për këtu zgjedhjet? Po, a? Po. Unë e kretë kryetar që janë këtë ma ershëm, të unë i kom posë edhe shlukt luftës. Edhe kom votu për ta, po shumë kanë premtu, pak kanë punu. Shto unë, edhe kjo ka unë pjesë e luftës, e ka munu foti ka që vunë masakrën e Dobrovës në burg. Po ka desh zuti ka shpetu. Kur i kanë bombardu burgjet në Dobrovë, të peja. Po, di, masakrën e burg. Po ka desh zuti, pa thonë zuti shpjetis del. Ymri, po dhe? Ymri. Po që 4 vite e kem kryetar, në thashë edhe poshtë për thama 5, pak ka premtu, po shumë ka punu. E sholla 2 zuti, po në ta shumë thash poshtë, lijen që punën, na nuk e duim.
Edhe aq më e keqe, edhe qeveria nuk i ka lëshu fore për komunë, veç që është e vetmja komunë që është me nismen. Edhe qeveria se ka përkro. Po kësha ka bu, lëmi këj për veti. Bune mene ka bu një shtetituare në qendrët Malishevës, pe i tjetëve, te në 12 nëutës, atësa dhe kjerët nuk bon me levizë. Ati është me dollë më shetit që kënë kërës. Bravo. Bili mi thash për atë 3-4 njëtë, e nejtë me thash për të orë të këna po shërën, tha pse? Thash pa lypin grotë nëutën morë më anë atër Malishevë. Kuku. Pasha, ti e di që unë i thamë? Po, balla, i thu, bëllmirja banë. Pasha, Allahën që fri këmë thonë. A që duhet mi tha? Tash na 20 kilometra ke Malishevë dalë, heqis pa 5-6 euro shpenzime me kërë, thash në vija që e më kësujnë. Tash i thash gru, dilë që të në para bëra, në para ora, tash pa në ora s'pa du, për tu më shku në Malishevë. Tash e me që në të kana po shërën, dhe një s'ke u keshke. Po sinqerisht, për të fëmë me ka bu Malishevën me herë në qaro borla. I lumt. Ashtu dënë popullit, e shetë që po zhvillohet komuna, po realizën premtimet, jo veç me rajt gjatë fushatës edhe mos si t'hypat në kërrik, t'butet në zetë, mos m'ja një heq. Qatë natë dhe fjole e thash. Po? Për thëmë thash tim nuk i nevojë me dorë me lubuna për fushatat komunës Malishevës. Tha pse? Tha mi që të fjolen që jam kandidat, tha pes me vazhdu mandatin, thash dhe me zdel me lubu. Ta se ti shka ke mu, ti ta tje pa di hova ngojnë. E me të vërtet ka punu. Lëmi aj për veti. Bravo i koft. Do me thonë, ju jeni të knaqën me kryetarin e deri tashëm, po shpreson edhe këtë mandat të fitaj edhe 4 vite, e isha Allah dhe 8, pse ja? Njerin e mirë e ki obligim me ndihmu, me përkro. Normal. E me pos komunat, shumë komunat su kërë kërë na që e kem që tonë, vëlloj, këshëm hetë s'ka gjamje për pora. Shpresoj të fitaj aj maj mire, e qa me thanë? Lipë shumë matë mirë, na me zjetë shumë. Po dhe po, Isakon, të falenderoj shumë për telefonatën, për bashkëbiseden, nëse nuk i me shtu diçka për fond. Unë me shtu kur gjëmis, që pa ata s'lan kastroti, emër për emër, tonë, telefonus, e ndëgjus, e ju në studio, emër për emër, ju përshëndes, me duar në zemër. Falemderit shumë Isakë, dhe ne të përshëndesëm familjarisht, falaj baba shurtës, e falemderit për bashkëbizetën e dëgjum herave tjera, natën e mirë. Në ke thonë më s'kërkoj fole, se... Jo. A ku tema më fjolla një natë më zgjot, po pa habitu më në te. Jo, asë nuk e ke zgjat edhe të falenderoj shumë, të këmë thonë që asë njëherë më s'kërka falje. Natën e mirë ndërume. Natën e mirë gjithë mirë, tonë. Pra, të ndëruar dëgjues edhe njëherë i përshëndes të gjithëve, e ke shumë në telefonat, ishte edhe telefonata a parë.